e qove me fatalitet, e byllë me fatalitet. Kështu është. Partitë politike ose subjektet politike nuk mund t'i dalin dot kundra një institucioni i cili ka një besueshmëri të lartë në publik. Tani, kemi pasur momente që i kanë dalë kundra për çështje personale të vetat, dhe kjo nuk diskutohet, ato janë çështje personale, sepse çdo kush i cili e gjen veten fajtor, pa fajtor e tjerë me radhë, kur merret në hetim do mbrohet. Dhe mënyrat që përdor individi për të mbrojtur janë të gjitha të vlefshme, sepse në fundit po mbron veten. Por një subjekt politik të atakoj spakun, i cili realisht ka një besueshmëri të lartë në publik për momentin, është hap i gabuar politikisht. Është diçka që duhet rregullojë opozita? Apo e ka përmirësuar marrëdhënien me spakun? Spakun. Themi të vërtetën, sepse shumica e këtyre denoncimeve janë nga ana opozitës. Po e di pse opozita ka shkuar te spaku? Sepse opozita nuk ka pasur dot mundësi ta bëj vetë. Të bëj vetë rotacionin politik nëpërmjet votimeve. Dhe për të gjetur një rrugë më të ndryshe se nuk ja del dot, me votime nuk ja ka dalë dot. U bën 13 vite nuk ja del dot. Për shkak të shumë rrethanave, jo se ka fajin opozita, jo se ka fajin populli që voton gjithmonë majtas, jo nuk është kjo. Për shkak të shumë rrethanave, gabimi i madh ka qenë 2008 këtu. Reforma kushtetuese që ata bën në 2008 dhe në pushtet ishte Partia Demokratike 2008, që i dha një pushtet shumë të madh liderëve të partisë, i dha i pushtet liderit partisë që të vendosi gjithë enturazhin e vet kush do bëhet deputet dhe kush nuk do bëhet deputet. I dha një fuqi shumë të madhe kryeministrit që nuk e heq dot më kryeministrin. Këtu nuk shkarkon dot më kryeministrin, më nuk ka emocion. Është pamundur ligjërisht. E kanë bërë në mënyrë të tillë të pamundur. Kanë hequr komplet referendumet, populli nuk pyetet fare, demokracia drejt për drejt nuk ekziston. Pra, ekziston vetëm ajo përfaqësuesja, edhe ne shikojmë se çfarë paraqësimi kemi. Kush ka qenë këtu në 92-shin dhe ka parë deputetet e 92-shit, 93-shit, 94-s dhe shikon sot deputetet që kemi në parlament, vë duart në kokë më i zonjë. Edhe është realisht kështu. Nga një nivel profesorësh, kemi shkuar në një nivel që nuk din të lidhin dy llafe bashkë. Futen në parlament nuk din të lidhin dy llafe bashkë, duke filluar që nga kërpëratat e duke vazhduar tek Zeqinea. Po nuk janë individ për të futur në parlament. Po si kush i ka futur me zor? Jo, nuk i ka futur me zor. I ka futur vullneti i liderit politik. Vullneti i liderit politik dhe votat e X. Jo, fare votat e X-it. Vullneti i liderit politik, listat e hapura. E qartë. E para punës që të jesh në listë hapur, po qytetarët e asaj zone kanë parë listën dhe kanë ditur që duke votuar, kanë patur vota e tyre më dëshkoj gjithashtu për një nga ata cilët janë në listë. Qytetarët nuk e kanë këtë lloj informacioni politik? Ta them unë, absolutisht që e kanë qytetarët. Listën e bën subjekti politik. Qartë. Edhe një parti politike që bëri primaret nuk i zbatoi primaret. Bëri primaret, i tha popullit të vet demokrat, më thoni ju kë doni që të bëj deputet, dhe pastaj në listë dolën të tjerë. Doli vullneti politik i liderëve. Çfarë thotë establishmenti, bëhet lista. Kur shkon lista në komisionin qendror të zgjedhjen mbar firmën e kryetarit partisë. Kryetari i partisë e bën listën. Kryetari i partisë vendos këtë dojë. E qartë është limiti i ndërhyrjes ndërkombëtarëve. E këtu e kuptova unë, por qytetari, ajo listë nuk është sekrete. Po absolutisht, po çfarë do bëj qytetari? Qytetari e shet e listë. Unë të mos votoj për atë partinë që ka personazhet e fjalë. Unë votoj për partinë tjetër, kishim edhe parti të reja në këtë zgjedhje. Jam shumë dakord, nuk kishim edhe parti të tjera në zgjedhje. Nuk është i detyrë kush është komplekse, është komplekse. Dakord, se unë e kuptoj diskutimin që thotë zoti Kulla për listën e hapur, listën e mbyllur, sistemi zgjedhor, problematika. Pastaj futesh në problemet e sistemit. A janë bërë bashkë dy partitë e mëdha për ta lëvizur sistemin elektoral për përfituar maksimalisht? Sistemi elektoral tek ne është produkti i dy partive të mëdha PSPD për të maksimizuar votën e vet dhe për të ulur mundësinë e partive të reja dhe partive të vogla për të përfaqësuar. Një sistem proporcional që në parim të tij ka përfaqësimin, pra dhe partitë e vogla do duhet përfaqësoheshin se këtë sistem kemi zgjedhur. Sistemi proporcional e bën kuvendin, parlamentin shumë ngjyrësh. Përfaqësohen dhe partitë e vogla. Sepse është sistem proporcional. Këtë ka në bazë të logjikës së tij. Dhe është një sistem i cili kërkon gjithmonë koalicione që të mbash pushtetin. Këtu tek ne është kundërta, ne kemi një sistem proporcional, partitë e vogla sfuten dot fare. Qeveria të drejton partia pa koalicion fare. Partitë e vogla kishin mundësi për të bërë bashkë, edhe me opozitën, edhe me opozitën, me Partinë Demokratike ndjes, me njëra tjetrën po ashtu, e dinin, e njihnin sistemin elektoral. Jam shumë dakord me ju të gjitha bashkë. Besoj unë, po pjesa më e madhe e tyre. Do një emision tjetër. Jo, do emision tjetër, po për të kthyer pak. Kjo analiza. Është gjatë vërtet. Vota nuk është kaq
intelektuale sa e bëjmë ne, vota shumë emocionale. Nuk është që qytetarët mendojnë kaq thellë, se bën një analizë intelektuale për këtë do ta japi votën. Çfarë shohin? Logon, siglen? Vota është një miks shumë i habitshëm. Kryetarin. Po të marrësh standardet ose strategjitë ndërkombëtare, gjithë strategjitë ndërkombëtare thonë që një qytetar nuk kalon dot nga një parti ke një parti te një palë zgjedhje. Do të bëjë një palë zgjedhje pushim në teori. Por kjo nuk mendoj që ky është problemi. Problemi që ne kemi është që tu kthehemi ajo që thotë profesor Kume që në fillim. Në Shqipëri ty të zhvrar meritokracia. Dhe në moment që ty të vritet meritokracia, ty të vritet shkalla shoqërore dhe ngjitja. Kush e vrau? Gjitha partitë bashkë, të gjitha bashkë. Dëgjoj një sekond, që të jemi të sinqertë. Çdo parti politike që ka ardhur pushtet Shqipëri duke filluar nga viti 92 ka krijuar një administratë thelbësisht politike. Ne sot deficiencën më të madhe dhe produktin e deficiencës që kemi është pikërisht për faktin se administrata jonë shtetërore është administratë politike, nuk është administratë civile. Që do të thotë ty do të del kryeministri në korrik dhe thotë gjithë drejtorët e bashkive do të japin dorëheqjen se janë të korruptuar. Dhe japin dorëheqjen. Nuk është problemi që e thotë. Problemi që e bëjnë. A mendon që janë kuptuar gabimin apo janë instruktuar nga vetë kryeministri? Që më binden urdhrit politik. Të një punonjës administratës shtetërore i bindet urdhrit politik. Kjo tregon që ti nuk ke administratë funksionale shtetërore, ka administratë politike që bën dhe punë e shtetit. Se një drejtor që ka fituar pozicion e punës me konkurs, me merit, nuk e jep dorëheqjen se u çuar mëngjes kryeministri ka thënë, dëgjoj se një drejtor atje në bashkinë e Bulqizës është i korruptuar. Jo, po do e mbroj vendin e punës, se ka bërë karrierë. Ndërkohë që ti nuk ke karrierë më në administratën publike. Dhe që të marrë shembullin më të thjeshtë. Niveli më i lartë e administratës publike që zgjidhet me konkurs, që është njëri që duhet të jetë sipas shkallës hierarkike të administratës publike është sekretari i përgjithshëm i ministrive. Niveli më i lartë e administratës publike është sekretari i përgjithshëm i çdo ministrie. Ajo që ndodh në Shqipëri është që ikën ministri merr me vete sekretarin. Se nuk është pozicion administrative, ka marrë e ka sjell ministri. Dapish departamenti i administratës publike, apo jo, aty ku për ta bërë më të thjeshtë, më të qartë, pa atë që po na ndiqen është vendi, website-i ku ti aplikon për vend punën në administratën publike. Po, aplikosh për sekretar ministri dhe çfarë kriteresh ke? Tani do doja të ndaj një eksperiencën time kur kam qenë studente. Jo për sekretar përgjithshëm. Do doja të ndaj një eksperiencën time personale që kam patur kur vite më përpara u hap dapi për studentët e ekselencës edhe nuk po e ndaj se mendoj që është shumë është pjesë traumatike e imja. E kuptuam që s'kam pranuar. Po, do e ruaj kur kemi intervistë për veten time këtë. Këtu të ka rënë shteti. Dhe ky është problemi që ne kemi sot. Dhe kjo mungesë meritokracie dhe mungesë e qenit administratë shtetërore dhe jo administratë politike prodhon gjithë të pasojat që ti ke pas. Nëse ti ke korrupsion, tu ta ke sepse ai nuk ka nevojë të bindet ligjit. Ai do i bindet e prorit. Se prori ka futur në punë, nuk ka ardhur si pasojë një konkursi aftësive të veta profesionale, ishte javë dhe ta bëjet punën. Jo, e kanë sjellë dhe kur të sjellën do bindesh urdhrave dhe urdhrat nuk janë gjithmonë të ligjshëm. Dhe këtu pastaj vim ke gjithë kjo lista me 6, se po ta marrim atë listën ti marrim me radhë të tëra. Kanë thirr ndëshkimin nëse. Nuk kanë ndëshkim, se s'është problemi ndëshkim. Problemi është nëse ti nuk bën atë që themon, ti nuk je më në punë. Kaq do mbaron diskutimi. Këtu arrim në disfunksionimin e sistemit dhe një blokadë që për mua vendos kufirin e ndërhyrjes së ndërkombëtarëve. Ky është realiteti në Shqipëri. Problemi në realitetin që ti ke në Shqipëri sot është ky. Sepse ti nuk ke karrierë brenda institucionit, nuk ke meritokraci brenda institucionit. Dhe ti varesh nga individ cilët janë punësuar me urdhër politik. Dhe nuk është një fenomen që po na ndodh tani. Ka 35 vjet që ndodh në të njëjtën formë. Gjithmonë ka qenë kështu. Dhe këtë ta thotë edhe raporti partia shteti nuk dallojnë nga njëra tjetra. Pas shkojmë në publicitet Ermal, ne jemi shoqëri shumë e polarizuar dhe struktura politike ka deformuar